Mirëmëngjes, miq të dashur dhe mirë se erdhët në Villa 24. Mirëmëngjes Kati. Mirëmëngjes e dashur, përshëndetje të dashur Anvisa, ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe juftoj këtu tek Andioni Gatimit, bashkë me Anilën për treguar receta që ne do përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të përgatisim? Do të kemi mish viçi, kam përcjellur unë me kungulleshka. Do të kemi një tart që do ta bëjmë me vaj dhe nuk do ta bëjmë me gjalp, por jo vetëm, do të kemi portokalli, lëngun, cipën, edhe një lloj marmalate, miell, këto, sodën e këto sheqerin sigurisht, do t'i tregojmë më mbrapa pasaj, nuk është ndonjë problem. Do të bëjmë një si tip fërgese që do të jetë me që nëse mendova, do me thënë që kemi pas kungulleshka, të bëjmë edhe diçka të shpejt, që bëhet me këto kungulleshkat, me kos, me hudhër, me një lugë, si thuash, miell, një dy kokra vez, edhe bëhet si një lloj fërgese. Bëhet shumë e mirë kjo. Është e thjeshtë, e shpejtë dhe e shijshme edhe shëndetshme faktikisht. Dhe menjëherë neve fillojmë për t'treguar recetën. Recetën që do më shumë kohë, që i bie receta me mish. Është, do me thënë, pjata kryesore për të kaluar vaktin e drekës. Na duhet vaj. Vaj goni nga kompania të ruta, vaj që nis. Po thuaj se çdo gatim, siç e themi gjithmonë, ne e kemi tek gatimet tona kryesisht tradicionale që e nisim me kavardisjen e qepës apo të mishit, e sigurisht që na duhet vaj, lule diellit në shtëpi gjithmonë. Sa të marr temperaturë, unë i kam ndarë, do me thënë, mishin në racione të vogla që të më bëhet shpejt. Ashtu bëheni dhe ju në shtëpi. Kur është në racione të vogla, do me thënë nuk do shumë kohë për të zirë. Zirë më shpejt. E kemi mishin të mirë, që shikoni edhe nga ngjyra. Edhe këto të vogla do t'i hedhim, edhe pse. Dhe kështu kemi nisur nga puna për recetën e parë, atë recetën, po themi që mund të konsiderohet vakti plot i drekës, e cila do më shumë kohë dhe ndaj dhe Kati besoj e ka nisur me mishin, për t'i dhënë kohën e duhur gatimit që të përfundoj deri në fund të pjesës së dytë, pra deri në orën 10 që ne qëndrojmë në gatimin tonë. E sigurisht do të kemi dhe 2 receta të tjera, më të thjeshta, më të shkurtra në kohë, më me pak përbërës, edhe pse në fakt edhe kjo mishin, kungujt, domate dhe salcë, qep, piper krip, gjethe dafine, po shoh këtu në tryez që i përkojnë kësaj recete. Tani Kanti, këtyre kungujve çfarë i ke bërë? Ti i ke zier apo? Jo, nuk i kam zier, me thënë të drejtën kanë qenë në frigorifer dhe me kishte marrë pak si të thjesht i kam larë dhe tani ato neve do t'i bëjmë kavardisje të lehtë më veti para se t'i hedhim. Do me thënë, ose do t'i vendosim në furrë me pak, si thuash, kripe dhe vaj, ose një kavardisje të lehtë në një tenxhere tjetër dhe pastaj i hedhim tek salsa që ne do të përgatisim, se fillimisht do të bëhet mishi me qepën me to, dhe pastaj do të hedhim kungullin, do të hedhim më brapa. Tani, mishi është, si thuash, kavardisur nga të gjitha anët, pa ka ndryshuar ngjyrë. Dhe këtu kam hapur një, si thuash, që do të shtojmë qepën. Si që pak unë, ashtu si shtojmë gjithmonë, tek mishi nuk filloj, do me thënë që të hedhë krip tek mishi. Tani, në momentin që na është bërë mishi, do me thënë ka ndryshuar ngjyrë nga të gjitha anët, do me thënë është bërë një skuqje e lehtë e mishit, tani është momenti që të hedhim krip, sepse atë që them gjithmonë që qepa do krip, kur skuqet, do të hedhim krip piper. Krip edhe piper. Këto janë, si thuash, kryesoret që fillojnë të gjella. Kripa dhe piperi janë të pandashme, po. Krip piper dhe kur themi kopër majdanoz. Kopër majdanoz, po. Ja, gjithmonë kështu si familje, shkojnë njëra me tjetrën. Meqense ne kemi këtë sekondën që i duhet qepës të skuqet, unë të doja që të përmendja e të falenderoja mbështetësit tanë ne në kuzhinë. Gatuajmë me kompanitë më të mira në fakt, të gjitha emrat ju i njihni edhe e di që ndoshta sa herë përsëris mund thoni e di Manila që janë më të mirat, ne këto përdorim njësoj si ju edhe jemi të sigurt
sigurt në gjithçka që konsumojmë, po sigurisht që unë doja të falenderoja kompaninë Atlas, mielin Ola që ne kemi pjesë të vilëson çdo ditë, që nga mielli më bazik dhe më i përdorshëm siç është ai për çdo përdorim, gjithashtu edhe të gjitha variantet e tjera që ju i pat në ekran dhe ne i përdorim shumë shpesh këtu në gatimet që kanë bazë brumi, ndaj nuk po i përsëris një nga një se e di që i njihni edhe i preferoni. E gjithashtu sot do të gatuaj, meqense unë e kam përpara një recetë që në përbërjen e saj ka edhe vezën, ndaj veza O Vital vazhdon të jetë pjesë e jona çdo ditë, sa herë që përgatisim gatime të kripura apo të ëmbla, apo sa herë që duhet t'i japim zgjidhje në shtëpi atyre vakteve të shpejta, siç është një mëngjes apo një omlet e shijshme dhe e shëndetshme në mbrëmje. Pa diskutim që Teuta është ajo që na suporton me një gamë të gjerë të produkteve, ku sigurisht orizi është një tjetër përbërës që gjen terren goxha të gjerë në kuzhinat tona, si në shtëpi ashtu edhe në studio, me variante të ndryshme që i përshtaten të gjitha gatimeve dhe pjatave që ju doni të shkëlqeni në shtëpinë tuaj. E natyrisht që Woody është një tjetër mbështetës si yni, me salçiçet e mrekullueshme dhe plot shije, të cilat shijojnë kaq shumë. Kati uskuq qepa? Po, qepa uskuq, vazhdojmë tani. Sepse është e nevojshme shumë, domethënë, edhe informacioni që ti janë i lajep. Patjetër. Meqense janë gjëra që ne i prekim me duar çdo ditë këtu, kështu që ne e dim cilësinë e çka që përdorim, sepse për më tepër që gatuajmë live. Dhe kur je live asgjë nuk as e kamuflon dot, as e fshet dot, por gjithçka tregohet këtu. Tregohet dhe është gjëja më e mirë ajo që antisat i shikojnë vetë me thënë mënyrën se si ne i përgatisim, mënyrën se si çfarë neve përgatisim dhe me se është gjëja më e mirë kur tregohet kështu live. Atëherë, kemi kavardisur mishin qepën, edhe është momenti që të shtojmë salcën, të cilën kemi pure, domate, edhe një salcë, edhe i hedhim edhe këto në qendër. Ashtu siç them gjithmonë, unë e kam këtë lloj mënyre gatimi, sepse ju them gjithmonë që salca duhet, domethënë, të kavërdiset mirë, të ikë era e salcës dhe të çlirojë ato aromat e mira që përmban salca. Dhe që të bëhet kjo, e vendosim për tu kavërdisur. Hapim folezën e parë, skuqim qepin, hapim folezën e dytë, skuqim salcën. Dhe këto situash duken si të çuditshme kështu, por bëni dhe shikoni do keni një tjetër rezultat. Dhe atëherë do më kujtoni dhe do thoni po vërtet Katerina kishte të drejtë. Unë kam filluar të mësoj shumë gjëra nga ty dhe po Katerina ke të drejtë. Tani mua më ka njoftuar që ne duhet të bëjmë atë shkëputjen tonë tani. U futëm pak më vonë, por ju premtojmë që do të qëndrojmë edhe pas orës 10 për t'i përfunduar këto receta. Kështu që me Katin jemi këtu në kuzhinë, nuk ndalemi në asnjë moment, thjesht ju presim ju që të na ndiqni. Po, një gjë do thoya, pasi do kavërdis salcën, unë ujë dhe gjethen e dafinës do ta hedh në mas të mishit jo më tepër. Dhe do të rikthehemi pastaj ta tregojmë se si është gjendja e mishit. Okej, shumë mirë. Pas pak do të rikthehemi. Mirë se erdhët përsëri me një tjetër mirëmëngjes nga kuzhina jonë plot shije. Me një mirëmëngjes dhe me një tartë të cilën nuk do ta bëjmë e gjallë, por do ta bëjmë e vaj. Do të bëhet pak si më e lehtë. Dhe çfarë do të kemi tjetër përveç se vajt? Do të kemi vaj, do të kemi sheqer, do të kemi miell. Ja ta afrojmë edhe këtë miellin këtu. Okej. Cipën dhe lëngun e portokallit, pra një filxhan, këto do t'i masim gjitha, do me thënë kemi 3 filxhan e gjysmë miell, edhe kështu vazhdojmë me radhë duke shtuar në gjysmë filxhan sheqer kam shtuar unë, juve shikojni vetë se sa doni, por nuk ka nevojë për më tepër, sepse baza do t'jetë kjo e tartës, ndërsa ne do të përdorim marmalatë, çfarë mund të ndodhet juve në një lloj marmalate që keni në shtëpi, që vjen e ëmbël dhe kështu që nuk ka nevojë, do të thënë, prandaj hedhim dhe lëngun e portokallit që bëjmë atë bazën e tartës për të sjellë, do të thënë, kombinimin e shijeve edhe mos të kemi atë ëmbëlsirën e fortë. Të balancuar pak, për balancuar ëmbëlsirat. Ndërkohë që neve këtu nuk e di të dashura Visa, juve që na keni ndjekur që në fillim, kemi filluar dhe kemi përgatitur mishin, salcën dhe do ta bëjmë me kungulleshka. Tham që është momenti tani që kemi lënë, siç
e shikoni që ajo zihet avash dhe kjo është gjëja kryesore për zjerjen e mishit, për të mbajtur ato lëngjet e veta që kemi hedhur që në fillim fare, pra kemi hedhur lëngun e mishit ose ujë në mas të mishit dhe nuk ka nevojë të shtohet fare më tepër, ajo është i mjaftueshëm për të shtuar edhe pastaj më mbrapa kungulleshkat që thashë do t'i kaloj më përpara në një tenxhere, domethënë që t'i zbut pak lehtësisht, jo t'i skuq, thjesht t'i zbut. Dhe do të tregojmë më mbrapa, fillojmë këtu tani për punën e tartës, se thamë atë, sa të fillojmë këtu, që do të thotë fillimisht nuk ka nevojë unë i hedh çfarë bëhet, një përzierje të gjitha gjërave, domethënë. Do përdorim një filxhan pra për mas, ndërsa në recet do t'i keni me... Ska që me që unë e shumë qik më tepër, doj me lukë që thashu, po hajde. O s'ka që... Se e shikojmë më mbrapa. Po në udesh, shtojmë pak. Shtojmë pak miell, regulohet, me mielin gjithmonë që do të bëhet një brum i butë. Ndërkohë do të shtojmë edhe sheqerin. Nuk ka nevojë që t'i hedhim fillimisht, të trazojmë me vajin dhe të lëngshmet në fillim dhe pastaj këto është mjaftueshëm është e sheqeri. Nuk e teproj unë as për sheqerin. Këtu kam baking powder, pjesa që është këtu tek ena, dhe këtu kam sodë. Nëse i keni të dyja, është mirë kombinimi i tyre. Soda e forcon, kjo është që e zbut, domethënë e mban të butë. Të dyja janë që rrisin volumin. Kështu që mund t'i përdorin të dyja ose njërën ose tjetrën. Tani, çfarë mund t'ju ndodhet juve në shtëpi? Fillimisht e përzihem këtë. Dhe këtu do të hedhim, si në gjithë të mbërthirat, mirë është të hedhim një majës krip. Pa. Se ai reaksioni kimik i kripës, me sheqerin dhe me këto, e ndihmon. Tani fillojmë dhe shtojmë vajin. Pikërisht e vaj, pas kemi shënë. Edhe vaj do sa? Një filxhan? Një filxhan. Është në vend të gjalpit. Neve zakonisht këtë e fillon me bëjmë me gjalp dhe gjalpin nuk e shkrim, e coptojmë kështu bashkë me mielin. Po, që punohet me duar. Punohet me duar. Thjesht e jetën për atë. Por nuk ka problem, edhe kështu është shumë mirë, domethënë me këtë vaj bëhet më e lehtë si bazë dhe bëhet një lukë të marrim një lukë të tjetër. Një lukë dhe përzim tani. E përzim duke shtuar edhe lëngun e portokallit. Më përpara do të shtojmë cipën e portokallit. E pastaj do shtojmë edhe lëngun. Mund të shtoni dhe cipë limoni, nëse e dëshironi. Domethënë se edhe ajo është një esencë e mirë, domethënë. Esenca janë, por sigurisht që përveç se esencë dhe shijes kanë dhe vlera ushqimore tani më, duhet i dim këto gjëra, edhe cipa e limonit dhe cipa e portokallit. Është në rregull dhe kjo. Tani ta presim ta hedhim dhe këtë lëngun. Të përdorim edhe lëngun, po. S'ka fara. Në ndihmon. Do të hedh kështu siç është. Do shtoj edhe pjesën tjetër duke parë se sa do të na duhet akoma. Po, duke parë trashësinë e brumit, pra nëse do duhet ta hollojmë, do të shtojmë edhe pjesën e lëngut që kemi në gotë. Jemi duke bërë një tartë tani, shumë të thjeshtë në përgatitje. Një ndër ato ëmbëlsira që me siguri edhe ju i përgatisni shumë shpesh në familjet tuaja, sepse janë të lehta për të përgatitur edhe me përbërës që janë përgjithsisht pjesë e familjes, pra nuk do duhet të dalim të bëjmë pazar ekstra. Atë shiko tani, për masat që neve kemi hedhur 3 filxhan, duhet 3 filxhan e gjysmë që të shtojmë dhe lëngun tjetër. Në rast të kundërt i kemi në rregull. Kështu që masat ashtu siç u them, ashtu bëjeni. Është ajo që unë hodha 3 nëse e pak dhe nuk shtova më tepër. Tani kur është që bëhet me vaj, nuk ka nevojë të vendoset në frigorifer, hapet domethënë direkt, që të çlodhet themi ne, vendosim atje. Dhe mos të jetë të na shkri. Tani me vaj nuk ka dhe kaq shumë problem. E hapim direkt në tek tava, që do të përdorim, tek kjo tartiera, që unë faktikisht kam vendosur një letër, buzhine, përpara s'kemi pasur, nga këto ishin thjesht ato, dhe vendosnim, do me thënë, si bazë. Tani do të shikojmë, të punojmë, do mbajmë edhe pak që të bëjmë, do me thënë, atë pasta flora, do me thënë, i bënim ato shiritat, por unë faktikisht kam një tjetër. Nga sipër? Nga sipër, po, që vendosim brum nga sipër. Sa shpejt u bë brumi, edhe u lidh me një herë? U lidh edhe nuk u pastrua ena. Dhe kur pastrohet ena, kjo është domethënë që themi që e kemi gati. Tani, ta bëjmë atë në mënyrën domethënë më të thjeshtë. Ja e vendosim kështu. Edhe e hapim.
Mund ta hapnim në një do me thënë në tryez, edhe pastaj ta vendosni, por nuk ka nevojë edhe kështu, është e njëjta gjë. Është një brumë i butë që hapet lehtë. Vetëm duhet të kemi kujdes që ta hapim, do me thënë të jetë jo shumë e trash. Po. Prandaj kur e bëjmë me atë që e hapim në një letër, e shikojmë, do me thënë që është në mënyrë të njëtrajtshme, por edhe kështu ka problem se diku bë pak më e plot. E ndjem pak dora, gjithsesi gjatë kohës që punohat e kupton edhe me duar, se ku është hapur me shumë edhe tani është edhe kjo pjesa e letrës që e lëviz pak, po, një rëshket. Por, ja, kjo është që bëjmë, do me thënë, këtë. Bëjmë anësoret, bëjmë anësoret, pastaj aty ku ngelet boshllëk e vendosim. Por edhe zot doj se shikoj që ka vende që është më i plot. Edhe mund ta tërheqim. Po, edhe tërheqim. Po fillimisht bëjmë anësoret. Ja kështu. Në këtë mënyrë. Edhe po që na u desh pak, që do të më duhet pak në këto pjesët këtu. Kemi ende pak brumë. Kemi brumë që do të na duhet akoma edhe për pjesën që thash. Nga sipër. Nga sipër. Ja. Kështu kemi krijuar bazën e tartës. Edhe shikoni cipën e portokallit që ka këtë ngjyra këtu. Po përveç se ngjyrës ka edhe shijen. Tani do ta hedhim marmalatën. Në ekran keni recetën, kështu që shikojini edhe një herë përbërësit. Pra si shta edhe Katerina, receta fillon me sasin e miellit, 3.5 filxhan miell, dhe kështu do të ndiqni edhe vazhdimësin për të krijuar këtë brumin. Ne përdorëm 3, kështu që kemi shmangur atë lëngun e limonit, e portokallit. Pra nuk e shtuam aq sa do të duhej, shtuam pak më pak dhe rezultati i brumit është në rregull. Është një marmalat tjetër. Po e bën me dy shija? Po. Është marmalat jo që shije, frau. Lështrydhe. Ajo ishte kështu pjeshk. Pjeshk, okej. Por të dyja bashkë, njëra vjen si majoshi, tjetër, do me të dyja kanë. Por kur bëhet kështu ka një tjetër shije faktikisht. Nëse ndodhet anvisave, mund ta bëjnë, nëse jo, me një është një lloj. Është mjaftueshëm, nuk hedh më tepër. Thjesht i heq këtë këtu. Dhe tani do të bëjmë edhe pjesën e mbulimit me ato ripëzat për të krijuar formën edhe bukurinë e tartës, dhe më pas do të tregojmë edhe temperaturën e pjekjes së saj dhe kohën që do duhet të qëndroj në furr kjo recetë. Përgatitjen e pat që ishte shumë e thjeshtë, në pak minuta. Kjo është mënyra me letër? Kjo është mënyra me letër. Kjo është mënyra me letër. Që e hapim dhe vendosim të tarta, por ajo s'kishte nevojë tani se e hapëm në atë mënyrë. Ku e bëjmë shumë në këtë mënyrë, që të bëjmë këto format që duam të bëjmë. Faktikisht, unë mendoj ta bëj me këto yjet. Ande e bësh kështu? Po, me yjet të vogla edhe yjet të mëdha. Edhe ato që ngelin të dhe një në qëndër. Mendoj se janë më shumë yje se ç'duhet. Po mirë, s'ka gjë. Jo, s'ka gjë, jo, rëndësikat mos jenë mangët. Okej. Bukurim. Kati, me sa do të viqet kjo? 25, 180-170, varet nga furat, edhe 25 minuta, nuk do më tepër. Nuk do shumë, do me thamë. Është, jo, do shumë pak kjo për të përgatitur. Sa e bukur doli? S'kemi më për të vendosur, s'ka gjë. Këtë brumin neve mund ta bëjmë biskot. Nuk shkon dëmë? Nuk po e ngarkoj në fakt. Jo, mirë, të mbetet edhe pak. Ajo tjetër, nëse duam për shembull, që të vëmë kështu
kokla. Priti bëjmë kështu të vogla. Kockla. Si topta të vogla. Me bërë si qiell tani, me hyje me. Me këta kështu. Nëse duam, do me thënë, hajde, po mos të ngarkojmë edhe shumë. Që është e vërteta, jemi në rregull. Mjaftueshëm është. Neve kështu do ta vendosim. Juve bëni ato mënyrat tuaja, ndoshta me sherit, që është ajo mënyra tradicionale që bëjmë me sherit. Tani këtë brumin e mbledhim dhe vendosim bashkë me tartën në një enë tjetër, bëjmë një 2 biskota. Për shoqëruar kafen apo qumshin në mëngjes. Ashtu, e rëndësishme është që gjithë brumit të përdoret edhe të mos ta shkojë dëm asnjë prej asaj që ne gatuajmë dhe përgatisim. Tani, ndoshta do t'i kthejmë recetës së parë. Kështu që tem pak Anila të tenxherën që kam këtu për të po. Në rregull. Edhe shohim pak të recetën që se kemi parë. Për parë se çfarë kemi përdorur deri tani për përgatitjen e kësaj gjelle. Katja kujtoi pak dhe bëri një përmbledhje të shkurtër se deri ku kemi mbritur me mishin me kungulleshka, ndërsa kjo është receta e plot. Na duhen 500 gram mish, 2 qep mesatare, 1.5 kg kungulleshka, 2 domate, 1 lug salc, 5 lug vaj, 1 gjethe dafine, krip piper dhe kopër. Dhe meqense jemi këtu, të shohim edhe recetën tjetër, atë ku sërish kemi kungulleshka, këtë herë me kos dhe hudhra. Dhe na duhen 4 kungulleshka, 300 gram kos, 1 vez, 1 lug miell, 2 thelpinj hudhra, krip, piper dhe vaj. Dhe kjo është një recetë që përgatitet lehtë në kohë, ndërsa pasta flora me vaj që sapo vendosëm në furrë, ka dashur këto përbërës për të përgatitur 3.5 filxhan miell, 1 filxhan vaj, 1 filxhan lëng portokalli, cipaj portokallit, 1/2 e filxhanit me sheqer, 1 lug pluhur pjekës, 1 lug sot buke, dhe 1 filxhan marmalat sipas dëshirës tuaj, pra mund të jetë pjeshke siç ne përdorëm, mund të jetë e një fruti tjetër, kjo varet nga shija juaj. Atëre hedhim pak edhe pakës vaj, është mjaftueshëm. Dhe do vendosim për të bërë këto kungulleshkat. Një salca jonë është bërë gati dhe është momenti që të shtojmë edhe kungulleshkat dhe do t'i bëjmë një kavardisje më vete, thamë? Po. Marri temperaturë vaj, i kavardisim edhe i hedhim tani tek gjella. I hedhim tek gjella, do t'i lëmë, do me thëmë, përsëri në një temperaturë të ullët ashtu si që neve, do me thëmë, i kemi, dhe do t'i lëmë të shojmë, do me thëmë, se sa duen për t'u zjerë. Rreth 20-25 minuta nuk ka nevojë për më tepër, sepse ne faktikisht këtu do t'i zbusim kunguj, do t'i bëjmë gjysmë të zyera. Atje pasaj do t'i shtojmë për të marrë atë shijen e lëngut të mishit, që është ka dalë nga, do me thëmë, nga salsa, të hyjë salsa në brendësi të kungujve. Dhe do të bëhet një gjellë shumë e mirë dhe shumë e shishme. Okej. Edhe e lehtë mund të them, sepse dim që kungulli është një nga perimet që vërtet ka vlerat e tija ushqimore, por është shumë i lehtë si produkt ushqimor dhe sidomos ata që kanë probleme me shëndetin, për shembull diabetikët, është si thua një nga perimet që e kanë të pakushtëzuar, do të thënë e kanë pa masë. Edhe këtë kastravecin, për shembull kungullit janë se kanë dhe sasi të lartë të ujit në përmbajtjen e tyre dhe janë të shëndetshëm edhe për hidratim ndër të tjera. Kalëm edhe pak dhe sa ajo të më bëhet gati, unë kaloj tek reseta e radhës që thamë që do të bëjmë, këtu kemi si një lloj fërgese, mund ta them, si mund të jetë kjo. Që do vendosim. Jo e mirë do dalë, them se do dalë e mirë, që e kemi të ngritur këtë temperaturë në rregull. Do të hedhim pak vaj, do të skuqim ato fillimisht fecat e kungullit, të marri pak temperaturë. Dhe pastaj do të përgatisim këtë kosin me vezët, me një lug miell, këtu kemi edhe hudhra, e kam ngrirur faktikisht në rente, do të shtojmë edhe pak tjetër. Dhe do të bëhet ajo përzira që do të na dalë si një fërgesë. Në fund fare mund të shtoni për shembull pak gjalp nëse duam ta bëjmë ashtu pak si më ndryshe me gjalp me hudhër, me kopër. Kopra i shkon shumë kungullit, edhe na del një salcë, domethënë një tjetër lloj salce dhe me piper të kuq, që kam këtu pak piper të kuq, ti hedhim edhe për ngjyrë, por edhe për shije dhe e bën një kombinim shumë të mirë. Okej. Ja ta shohim edhe një pjesë Anila sepse kaloj domethënë
Jam okej. Duhet të hidja pak e skrip për ta shumë, s'ka nevoj faktikisht se e kemi kripën të salca dhe kështu që mos ta teprojmë. Ngarkojmë, sepse kemi thënë gjithmonë që dhe me kripën në kuzhinë duhet të jemi të kujdesshëm. Ha, e mori temperaturën vaj? Po. Le të skuqim tani. Këtu do hedhim pak krip neve, që të na zbuten nga kripa dhe të na skuqen më shpejt. Faleminderit tani. Okej, të lutem. Mirë, ndërkohë në të dyja krahat e sobave tona po gatuhet. Sot e kemi patur fokusin të kungulli. Po, i dam rëndësi kungulli. I dam rëndësi kungulli. Do njerë bëjmë si thua pazarin dhe marrim. Ma më pëlqejnë kur i sjellim kështu recetat. Edhe tani e bëjmë. Kjo faktikisht është një recetë mund të kalohet edhe për darkë. Po, jo pse nuk shoqërohet edhe me këtë, por që mos ta kemi kungull dhe ta servirim në darkë. Me që morëm kungull, bëjmë gjellën, bëjmë edhe një lloj mirë dhe i përdorim edhe për një recetë edhe për tjetrën. Shumë mirë. Këtu te tikani tjetër do të bashkojmë vezën, po që kemi këtu vezë. Se do skuqet ajo? Po, do ka vërdisen këto, do skuqin për para kungujt, pastaj do të hedhim vezën me mielin edhe me kosi. Ja hedhim, do me thënë që do bëhet një lloj përgjesi. Dhe në fund fare, në fund fare pastaj në tigan në hudhrën, edhe pak piper të kuq, edhe atë koprën, edhe kemi për në fund fare për ta shoqëruar. Do ta tregojmë tani në moment, por dua të hedh pak këto kungujt brenda që të më përfundoj edhe kjo si recetë. Ja filloj pak që të marrin dhe të na zbutin. Ndjesa Nilë. Jo. Se po kalojmë në të dy anët. Kalojmë në të dy anët edhe na duhet do me thënë që t'i shikojmë këtu. Një shumë në rregull. Mirë që pam këtu të pak të. Nuk ma dhe mua të porosi. Sa dhasha të porosi. Anila shiko furën. Tani duhet ta kesh kujdes. Ashtu. Për arsyes tonë që amisat e din që neve këtu e çojmë pak atë temperaturën, por ju e në shtëpi kemi thënë 170-180 gradë për 25 minuta, 30 e shikoni do me thënë, dhe do ta keni gati tartën tuaj. Është një tartë shumë e mirë, e shishme, mund ta bëni me marmalata të ndryshme që mund të ndodhe në shtëpi, kështu që mos hezitoni ta përgatisni, është e kënaqshme faktikisht për të gjithë, se çfarë është si ide, një lloj biskote me marmalatë, nuk është se ka, por ajo që e bën si thua që jep më shumë të shishme, është edhe ajo pjesa e portokallit, do të thotë edhe cipa, edhe lëngu, edhe na e bën edhe më të shëndetshme. Unë besoj që ti lëm dhe pak këto këtu, ndërkohë që ato kungujt e tjerë Kisha ullta. Po, mund ta bësh një përzierje Anila, por besoj që do të jetë gati për ta hedhur në tenxhere atë. Ka filluar të marrin pak ngjyrë. Edhe këtu te këto, nëse doni, do me thënë, mos e mendoni, do me thënë që të ketë atë skuqjen e rënd, të zbuten, të piqen, do me thënë të zien, por jo të skuqen, të projnë në të skuqur, sepse sidomos ata që kanë probleme me stomakun i ngacmon shumë. Kështu që sa të marrin atë ngjyrën. Po, këtu në këtë lloj, do me thënë skuqje, këtu mund të përdorim akoma edhe kapak që të zbuten dhe mos të na skuqen, nëse doni, do me thënë ta bëni më të lehtë si skuqje. Dhe thash për ata që kanë probleme me shëndetin. Mendoj se tarta duhet nxjerr nga furra. Tani, Kati. Po, tarta, them se duhet nxjerr. Duhet nxjerr, ul pak temperaturën, të lutem Anil, që të na zjet edhe Pra kështu me kungullin do të qëndroj edhe 10 minuta gjella, apo më shumë? Apo duke e parë se si do të shkoj? Jo, janë lëngjet që kanë dalë, me thënë, nuk është vaj, është lëngu i kungullit, ujrat. Që ne janë shtojnë gjellës.
Tani lëm të na zien. Dhe do t'i kemi gati pastaj në momentin e fundit që mund t'i servirni me kopër. Kopra i shkon kungullit. Faleminderit Anila. S'ka që vetëm shiko tartën Kati se në një anë kishte marrë goxha mirë ngjyrë. Le ta heqim të jemi të sigurt. Ashtu e bëjmë. Të ftohet. Sa e bukur doli ajo? E mirë del. Dalë të shojë mirë. Biskota. Që kemi bërë. Aromën e ka shumë të mirë. Këtë aromën e biskotës. Dhe kështu, tarta ka përfunduar. Sigurisht që dekorin si për ja bëni sipas dëshirës, mbushjen ja bëni sipas llojit të marmalatës, sapor, çelit që ju shijoni më shumë apo keni në shtëpi. Ideja është kjo, baza është kjo, mjafton ta mësoni dhe në pak minuta e keni gati. Tani, kemi dhe shumë pak kohë për të përfunduar recetat. Kemi gati, do me thënë të hedhim vezën këtu, të kosi, mielin dhe kemi gati. Ta hedhim direkt në... Në rregull shkon, është vezë, do me thënë që i kemi kështu kokër veze, që mban këtë, Që mban të verdhe. Kjo më pëlqen tek vezët, prandaj më pëlqen këto vezët o vital për cilësinë e tyre. Piper. Hudrën do ta bëj ashtu siç thash. E një lugë miell. Okej. Kungujt na janë bërë gati. Sa shpejt u bë dhe kjo, të më thënë, kos, vezë, miell, piper. Po, një fërgesë e shpejt, po shumë e shishme faktikisht. Tani, sipas dëshirës mund të shtoni dhe hudhrën dhe ta shtoni direkt brenda, po mund ta bëjmë edhe kështu, do me thënë që thash. Sa thjesht dhe me shije gatuhet, Kati, ja da mendosh kjo ka kaq pak përbërës dhe shijon. Po, duke që në sy që është një pjatë. Shumë e shishme, edhe e shpejt edhe e shishme. Një lloj fërgese bëhet faktikisht. Këtu do hedhim pak vaj, të hedhim hudrën. 17. Okej, 3 minuta kohë. Kemi kohë, ja se i hodhëm këto tani. Hudrën. Ishte nga mielli kjo luga, po s'ka gjë. Të lutem Anila, ti ka i filxhani kam ca kështu... Dhe këza koper, po t'i sjell të gjitha se besoj të duan edhe për krahun këtej. Po. Se edhe hudhra nuk do shumë kohë, do me thënë temperaturë. Edhe këto kopra do me të... Kati, Urdhë. edhe këtë do ta shërbejmë në pjatë, besoj. Po. Dhe kjo gati është. Edhe kjo është bërë gati. Atë kam atë tasin atë që do ta shërbeja. Këtë këtu? Apo jo? E kam këtu. Okej. Tjetrën e kemi për gjellën, no? Po. Okej. Jemi të dyja. Të lumshin duart. Ja, t'i afrojmë këtu tani të gjitha pjatat që servirim. Ja, se si këto që duken prekje të vogla të pjatës. Bëjnë diferencën. Japin gjithë lezetin dhe shihen gjës.
Mund ta vendosim Po ja dhe nxjerrim Danila. edhe këtë këtu përpara. Të nxjerrim edhe gjellën që Hedhim dhe gjellën, sigurisht të bukur. dashur Anvisa ne duhet ta lëm akoma të qëndrojë, por duhet ta servirim ashtu siç është dhe do vazhdojmë prapë të Ta ta lëm. zim. Po. Patjetër që do ta lëm ta zim, por një kështu letër na duhet tani për ta. Ja, me një herë. Se na dogje kjo tjetra. Çto do? Ishte Po, është e nxehtë ajo dhe Po mund ta kishe lëvizur. s'ka atë problem të tani. Ke të drejtë. Ke të drejtë, por nuk Se e na bën. duan ato duart e tuaj di. Nëse ke nevojë më, po besoj se është e pastër. Po. S'kemi ndonjë tjetër më të... Po e një kështu një dekës majdanosa për bukuri. Brënda në ujë duken si shumë të kështu këto, po. Janë qëndruar shumë po... Ha, zdo, ja, Nuk me një do. dekës të vogël, sa për një qikë kështu bukuri. Për të thyer atë jeshillukun, aq. po hajde, mjaftueshëm është. Të lumshin duart. Faleminderit. Që kemi gatuar ne sot. Një Faleminderit. sy të shpejt para se të ndahemi, një gjell me mishe dhe me kungulleshka, një fërges me kunguj përsëri me kos vez, shumë shije duke dhe në këtë pjatë, e sigurisht për ta mbyllur një tart me marmalat. Katerina, të lumshin duart. Faleminderit e dashur, kënaqësi që jam këtu me ty në Kënaqësia është studio. jona e gjitha. Faleminderit dhe ju të dashur Anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina Miropafshi, mos hezitoni të përgatisni familjet tuaja, se vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura. Miropafshim, të takofshim nesër këtu në të njëjtën orë bashkë me Anilën. Faleminderit, Kati, të uroj një ditë të mbarë të kesh në vazhdim dhe nesër në mëngjes dhe jemi përsëri bashkë për zonjat që na presin për të gatuar bashkë me ju. Tani është momenti për një hapësirë publicitare.